bëjmë leximin e zodiak Briciapit, kush planet ndikon tek ai dhe çfarë do jetë në këtë lloj kohe brenda 2 javëve. Tek Briciapi është planeti Saturnit, ka intuitën shumë të fortë dhe ka energjinë e brendshme që deporton më tej se sa duhet. Briciapi aktual si është në këtë pjesë kohe. Vazhdimësia, financat, romanca e tyre. Briciapi, sa përket identitetit femër, e shikoj që ka një ego shumë të fortë, keni inteligjencën dhe në këtë kohë ju mendoni se çfarë do mund të realizoni. Gjithmonë gjërat i keni të heshtura, po keni një gjatësi në mendime, në vepra dhe po sugjeroni më tej se sa duhet. Inteligjenca juaj deporton në shumë skaje. Jeni përmbushur në shumë pjesë, si të financat, si të pjesë e dashurisë, po më tepër keni paqen brenda vetes, keni lënë mënjan dhe pjesën e mundimeve dhe pjesën e personave që keni pas kundërshtar dhe pjesën e fitoreve, keni lënë si në dorë të Zotit, keni lënë në dorë të planetit. Gjithsesi unë shikoj që më tepër ndikon paqja tek ju dhe juve asnjëherë nuk u rresht, domethënë pasuria ose rrjedha e punëve ose rrjedha e diskutimeve. Keni një glob, ju jeni si globi, lëvizni kudo dhe keni paqen për brenda vetes dhe mund të bëni çfarë të doni, sepse keni një ndihmë si nga Zoti, si nga planeti, si nga hëna, që tek ju krijohet çdo gjë e bukur që mendoni. Identiteti femër, ju tek femrat jeni të mërzitura, nuk po arrini dot të koncentroni vetvete, nuk po arrini dot të gjeni pjesën që ju ka humbur, jeni e heshtur dhe jeni mbuluar në mendime, po gjithsesi po kërkoni faljen, po kërkoni mëshirim dhe po kërkoni zgjidhjen si edhe tek Zoti. Para pëlqeni rrotën e fatit, para pëlqeni që të lëvizni, para pëlqeni që tek ju të ndryshojnë çdo gjë. Jeni bërë me 2 fytyra, me 2 ego të vetvetes dhe sa për përket unë shikoj që ju nuk jeni e plotësuar në dashuri dhe tek pjesët që juve e kërkoni këtë lloj miratimi. Çfarë do jetë vazhdimsi? Vazhdimësia tek ju. Shikoj identitetin femër, e shikoj që jeni në shumë skaje të mërzitura, jeni në shumë sfera të errëta, jeni mbuluar me energji jo të mira, e keni botën e rrethuar dhe ju po luftoni. Sado që keni luftuar, po juve ju duket çdo person që keni përballë, çdo pranit të një personi, shikoj që ju e mendoni që ato janë kundërshtarët e tuaj. Po shikoj që kundërshtarët më tepër tek ju ndikon familjarët ose personat që ju keni të afërmit të juaj. Jeni mbyllur dhe asgjë në këtë kohë nuk ju shkon mirë sa duhet. Duhet të keni një zgjidhje në vetvete. Mund të kërkoni zgjidhje te personat që mund të japin zgjidhje tek ju. Më tepër ju keni çështje personale, më tepër keni çështje shpirtërore. Tek personat identiteti mashkull, jeni persona të fortë, keni idera të shumë të forta, të vendosura keni iderat. Në këtë kohë jeni bërë si në formë mbreti, e shikoj që keni pozicioni shumë të lartë, keni një pozicion sundimi dhe veprat e keni domethënë shumë të errta, të frikshme, saqë personat që hasen me ju përballë matën kur flasin dhe matën dhe në veprim. Keni idera dhe po vendosni të bëni një plan të ri në këtë kohë. Kur nuk ju bie pozicioni që keni, forma e fortë që ju keni, ju ka krijuar dhe Zoti dhe pjesa e jetës, keni një formë të vendosur dhe e paarritshme tek ju. Identiteti mashkull, ka persona që janë në moshë të re, shikoj që sapo ngrihen në detyrë, duhet keni kujdes sepse duhet ta mbani mirë këtë detyrë që
po ju krijo dhe ju po e merrni këtë lloj detyre, po e vendoset tek ju. Shikoj që ju keni qëllime të forta dhe ju jepet një detyrë shumë si e fortë. Kujdes, duhet ta mbani mirë këtë lloj detyre sepse keni dy kështjella të forta dhe karrika që ju keni arritur është shumë pozitive dhe shumë fitore kjo karrike, kjo vend pune ose ky miratim, ose sa keni mbaruar një studim, një shkollë dhe ju keni marrë një vend të ri, si miratim të ri, si kontratë të re, ose si diplomim të ri që ju kushtohet shumë bukur tek ju. Tek financat e shikoj identitetin mashkull që është shumë i fortë, e menaxhon mirë situatën, financat dhe në këtë kohë ka akoma financa të arritura tek ju. Ju keni paqen brenda vetes, paqja ndikon tek ju dhe tek financat që ju bashkë me paqen tuaj arrini që të krijoni çdo situatë e bukur, çdo situatë keni të përmbledhur, çdo situatë tek ju arrini të merrni financat mira, të veproni dhe shikoj që ju mund të keni edhe një lloj udhëtimi në këtë kohë. Po e projektoni udhëtimin dhe udhëtimi që ju bëni është plot e mbushur si me ar, si me flori. Te një pjesë tjetër te meshkujt, pothuajse është në pjesën e moshës 40-45, jeni të mërzitur, jeni të lodhur dhe në familje, ju kërkon shumë detyra, ju kërkon shumë financa, shpenzoni, sa për përket se familjarët ju shpenzojnë financa dhe jeni të mërzitur. Po gjithsesi, e shikoj që mërzitja tek ju deri diku do largohet dhe ju rifilloni diçka të re, mendoni të rifilloni një punë të re ose projektoni një biznes të re, të menaxhoni këtë lloj biznesi dhe kjo është bashkë me familjarët e juaj. Tek dashuria, romanca, shikoj femra tek dashuria. Femrat nuk janë të plotësuara në dashuri. Shikoj që janë të rrethuar me persona negativ. Ka person që ka ndërhyrë tek ajo, është si punë gjarpëri, është rrethuar dhe nuk ka lëvizje, është bllokuar në shumë pjesë me person i tretë, person që ka ndikuar shumë herë tek ajo, ose person që ka ndërhyrë te dashuria e saj dhe po shkëputet dhe ka futur në një lloj rrethi që nuk ka rrugë zgjidhje. Është futur në mendime dhe është futur në melankoli, nuk po gjen dot zgjidhje. Duhet ta shkëputsi këtë femër sepse po i bën dëm në gjithë pjesët e kohës. Tek femrat, tek dashuria, në këtë kohë merrni dy mesazhe nga dy persona që jeni në dilemë, nga dy persona që keni pasur marrëdhënie, një person që është larguar prej kohës dhe një person që ka një njohje të re, është prezantuar në këtë kohë dhe ju po bëni përzgjedhjen, duhet të mateni kjo përzgjedhja juaj, se shumë herë jeni sfiduar në dashuri, në këtë kohë keni një përgjigje dhe gjithsesi ju keni një simbol të fortë. Kujdes nga një person i errët, keni gjithmonë përpara dhe ju bën të humbni sepse ndikon tek mendja juaj ky person.